Natyra e tij imponuese duket se bartet tek krijimet e po ashtu tek interpretimi. Pianisti e kompozitori me nam Fazil Say të martën ka dhënë këshilla për dirigjentin Aurelien Azan Zielinski, e po ashtu për anëtarët e orkestrës së Filharmonisë së Kosovës, derisa janë mbajtur prova për interpretimin e veprës së tij Mother Earth për piano dhe orkestër. Vet ai është solist në piano. Vazhdimisht ka kërkuar që ngjyrimet e tij specifike të jenë kuptim plota. Një ditë para koncertit që mbahet nga Orkestra e Filharmonisë së Kosovës në bashkëpunim me Chopin Piano Fest Prishtina, Say ka qenë i qetë në prova, por tejet imponues. Nga ajo që është parë, ai ka një natyrë ku mbërthehet një farë vrazhdësie qetësisht imponuese. Kjo deri diku shfaqet edhe te vepra e tij Mother Earth. Fazil Say më 2024 i ka sjell skenës muzikore një vepër që ka në qendër të vëmendjes natyrën. Mother Earth, si koncert për piano dhe orkestër, në rreth 30 minuta, është një thirrje për zgjem në raport me ndryshimet klimatike. Artisti sikur kumbon se është koha e fundit për të ndalur shkatërrimin e natyrës. Me të hyrë në një sallë private në periferi të kryeqytetit të martën, pasi Filharmonia e Kosovës është varfënjake me ambiente e bredharake si Qiraxhi, cicërimat e shpendëve vijnë si një farë elegjie. Say i ulur në piano luan e nganjëherë ndalet. Jep instruksionet e veta për orkestrën. E ka interpretuar në vende të ndryshme deri në Osaka të Japonisë. Është aso krijuesi kalendarit të cilit si shihet fundi sa u përket koncerteve. Ai e ngjall tokën e biodiversitetin nëpërmjet Mother Earth, por njëkohësisht tregon se natyra po vdes. First time playing in Pristina with the Orchestra of Kosovo Philharmonic with Maestro Zielinski. Është hera ime e parë që luaj këtu në Prishtinë me Orkestrën e Filharmonisë së Kosovës dhe me Maestro Zielinskin. Për këtë takim të parë me audiencën e këtushme kam shkruar veprën time koncertale, pra vepër të re që titullohet Mother Earth. Është një vepër për krizën klimatike. Jemi në vijën e kuqe të problemeve klimatike me shuarje të pyjeve, me më pak ujë në lumenj e më pak të reshura dhe me stinët që po ndryshojnë. Kjo është situatë vërtet alarmuese. Not anymore much rain, all the seasons changing. So this is a really alarm situation. Përderisa frymorëve u ka kërkuar tingull më të fortë, Say mendon se artistët duhet të japin mesazhe domethënëse. So I think I'm believing the artists should make artworks giving message as much as we can. Mendoj dhe besoj se artistët duhet të realizojnë vepra artistike që japin mesazhe me aq sa mundemi, mesazhe për politikanët e audiencat. Muzika në këtë rast ka mesazh dhe rrëfen këtë situatë alarmante të tokës që nëse nuk kujdesemi, natyra do të vdes. Pra kjo është filozofia e sotme e mendimit. Arti dhe ky koncert pianistik mund të jetë ndihmëse madhe për këtë. Problemet klimatike në Turqi tregojnë se çdo vit humbim pyje dhe miliona drur po vdesin. Në disa qytete s'ka më ujë dhe ky është një problem i madh në Turqi. Koncerti pianistik nuk është një protest, por një vepër alarmuese që jep titullin të keni kujdes. Okay, my piano concerto is not a protest piece, but it is a warning piece, so giving a message, be careful. Orkestrën e Filharmonisë së Kosovës e ka përshkruar si të mrekullueshme, madje edhe për një arsye të veçantë. I like to work with this. Më pëlqen puna që bëjmë bashk. Ata si shpirt ballkanik e kuptojnë muzikën time shumë mirë. Ushtruesi i detyrës së drejtorit të Filharmonisë së Kosovës, Dardan Selimaj, tregon se Fazil Say është një prej emrave me të cilët Filharmonia ka pasur komunikim vite më parë për një koncert të mundshëm, por rrethanat e kishin pamundsuar. Këto vit kur
është rikthyer ideja për ta ftuar në kuadër të Chopin Festit, absolutisht ka qenë diçka që me njëherë më ka intrigu për me rikthy mundësinë e ardhes së tij në Kosovë, punën e tij me Filharmoninë e Kosovës, edhe interpretimin e një prej veprave të tij, që aktualisht është në një turne duke u interpretuar nga orkestra të ndryshme. Sipas tij, është privilegj të koncertohet me emra të kalibrit të tillë. Natyrisht, është shumë e vështirë që projekte të tilla të jetësohen në Prishtinë, për shkak të hapësirës, ballafaqimi me problemet të cilat vazhdojnë me e shoqëru Filharmoninë në çdo hap të saj, por puna e madhe, durimi i orkestrës, puna e orkestrës për të bërë të mundshme diçka që ka përmasa dhe peshë të tillë, në kohën kur lufta është në mënyrë konsistente për diçka e tillë mos më shku si duhet, është vërtet për me u admiru, këto po e them sepse unë ndjej në çdo moment vështërsitë në cilat ballafaqohen orkestra, dhe nuk është e lehtë me realizu një vepër të tillë në rrethanat në cilat punon Filharmonia e Kosovës. Nga prova e mbajtur, Fazil Sai sjell ritmet e muzikës që aktualisht i luan gjithandej globit. I lindur në Ankara, ai studioi në shkollën e muzikës Robert Schumann në Düsseldorf. Më pas, Fazil Sai vazhdoi studimet në Konservatorin e Berlinit prej vitit 1992 deri në vitin 1995. Kompozoi veprën Black Hymns në moshën 16 vjeçare. Karriera e tij mori një hovë të mëtejshëm pasi mori çmimin e parë në konkursin ndërkombëtar Young Concert Artists International Auditions në New York, dhe prej asaj kohe ka një mesatare me më shumë se 100 koncerte në vit. Në Prishtinë, në koncertin e sonshëm, ai vjen si versioni më origjinal i vetvetes, duke qenë krijues dhe interpretues. E mesazhin e ka ekzistencial.